Në kuadër të zbatimit të projektit për ujësillësin e ri të qytetit të Vlorës, gjatë ditës së martë janë zhvilluar punime intensive për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri me sistemin ekzistues të furnizimit me ujë. Ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në disa nga zonat më të rëndësishme urbane dhe turistike të qytetit, si Lungomare, Lagja 24 Maj dhe Lagja 1 Maj. Pamjet që po ndiqni sjellin nga afër procesin e punimeve të kryera gjatë kësaj dite, ku ekipe teknike kanë qenë të angazhuara në teren për të realizuar një ndër investimet më të rëndësishme në infrastrukturën e furnizimit me ujë për qytetin bregdetar. Ky projekt synon përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë dhe vazhdimësisë së furnizimit me ujë të pishëm për banorët dhe bizneset, veçanërisht në zonat me fluks të lartë gjatë sezonit turistik. Ndërkohë, për shkak të këtyre punimeve gjatë së martës është kryer edhe një takim i detyruar i stacionit kryesor të furnizimit me ujë. Si pasojë, është ndërprerë përkohësisht furnizimi me ujë në disa zona të vijës bregdetare, përfshirë ujë ftohtë, Lungomare, Vjet Koriku, Kalaja dhe Jonufra. Sipas njoftimit zyrtar nga Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë, ndërprerja ka qenë e domosdoshme për të garantuar realizimin e sigurt dhe efikas të lidhjeve të reja në rrjet. Institucioni u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim, duke theksuar se këto ndërhyrje janë pjesë e një investimi i afatgjatë që do të sjellë përmirësime të ndjeshme në furnizimin me ujë. Po ashtu bëhet me dije se pjesa tjetër e qytetit është prekur vetëm pjesërisht, duke pasur mungesë furnizimi gjatë orëve të pasdites së ditës së martë. Furnizimi me ujë pritet të rikthehet në normalitet gjatë mëngjesit të ditës së mërkurë. Ky investim konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës së ujësjellësit në Vlorë, duke synuar jo vetëm përmirësimin e shërbimit për qytetarët, por edhe mbështetjen e zhvillimit turistik.